Nehat Kulla u bë emri më i komentuar në Shqipërinë e vitit 1997, ku trazierat pushtuan vendin. Kur fuqia e shtetit ra, situatën e morën në dorë të fortët, duke u munduar të bëjnë ligjin sipas rregullave që ato i kishin vendosur vetë. Një nga të fortët e atyre viteve ishte edhe Nehat Kulla. Grupi i Nehat Kullës u krijua gjatë trazirave të vitit 97 në Shqipëri. Ai së bashku me familjarë e miq të tij mbajtën të paprekur repartin e Xhenios, ndër të vetmit të padëmtuar gjatë sulmeve. Nehati së bashku me të ashtu quajturit ushtarët e tij mbajtën repartin nën kontroll për disa kohë, duke i vënë vetes edhe Novkën Gjenerali, emër me të cilin e pagzuan dhe gjithë banorët e zonës, për të cilët ai ishte njeriu më me influencë. Por, më pas, për shkak të problemeve me drejtësinë, ai ka vuajtur një dënim me 20 vite burg. Një vit pasi doli nga burgu, në vitin 2020, Nehati ndërroi jetë për arsye shëndetësore. Por një tjetër lajm i trisht është publikuar për nipin e Nehatit, Klodian Kulla. Klodiani është djali i vëllait të Nehatit, i cili ka humbur jetën pasi dyshohet se është hedhur nga një urë me lartësi 160 metra në fshatin Klos. Pas daljes së këtij lajmi, burime pranë familjes Kulla bëjnë me dije se Klodiani nuk do ta merrte kurrë këtë vendim fatal. Ai ishte njeri pozitiv, energjik dhe me shumë plane për jetën. Familjarët janë shprehur se ai ka patur probleme me drejtësinë në vitin 2021, ku është ndaluar nga SPAK. Por, kur kaloi atë goditje aq të fortë dhe mbijetoi, nuk kishte më asnjë arsye për të marrë vendimin tragjik. Familjarët e tij kanë folur me oficerë të policisë dhe i kanë thënë që të zgjerojnë hetimet, sepse, sipas tyre, Klodiani është eliminuar nga një grup rival dhe çdo gjë është kamufluar që të duket ndryshe. Ato kanë vepruar në këtë mënyrë që të mos lënë gjurmë, ndërkohë që mësohet se familja ka folur me emra konkret. Kjo pritet që t'i jap hetimeve një rrjet tjetër, pasi tashmë në sitën e policisë janë futur disa emra të cilët dyshohet se mund të kenë lidhje me ngjarjen.